Një ngjarje e rëndë është regjistruar gjatë natës në fshatin Dukat të Vlorës, ku 4 betoniere janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri ndërtimi, në pronësi të blerti me hillajt. Flakët kanë shkaktuar panik në zonë, ndërsa mjetet janë shkrumbuar pothuajse plotësisht, duke lënë pas dëme të mëdha materiale. Në vend ngjarje, mbritën forcat zjarfikse të Vlorës, të cilat ndërhyjnë për neutralizimin e zjarrit dhe shmangjen e përhapjes së tij. Paraprakisht, dyshohet se nuk bëhet fjalë për një defekt të zakonshëm, por për zjarrvënie të qëllimshme. Praktikisht, dikush vendosi që kantieri të punonte edhe natën, por me flak në vend të betonit. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes dhe për të identifikuar autorët e mundshëm.